Grupi parlamentar i Partisë Demokratike dhe opozita në tërësi e ka bërë të qartë se e mbështet në parim këtë marrëveshje, sepse ajo i shërben interesit strategjik të Shqipërisë për të rritur investimet në mbrojtje, për të modernizuar forcat armatosura dhe për të përmbushur detyrimet që burojnë nga antarësimi i Shqipërisë në NATO. Pikërisht sepse bëhet fjalë për marrëveshjen më të rëndësishme të viteve të fundit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në fushën e mbrojtjes, ajo duhet ishte një model i respektimit të kushtetutës, i transparencës dhe i debatit parlamentar, jo një tjetër shembull i përdorimit të shumicës parlamentare për të shkelur kushtetutën. Fatkeqësisht, ne ndodhemi në këtë situatë për shkak të dështimeve të vetë qeverisë. Për vite me radhë, qeveria e Shqipërisë në drejtimin e Edi Ramës nuk përmbushi angazhimet e Shqipërisë ndaj NATO-s. Në vend që objektivit minimal prej 2% të prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtjen, shpenzimet reale mbetën vetëm 1.6%, duke vendosur Shqipërinë në një pozitë të vështirë përballë aleatëve dhe duke krijuar derje dhe pikpyetje serioze mbi përmbushjen e angazhimeve të Shqipërisë që lidhen me antarësimin në NATO. Nuk na habit fakti që qeveria e Edi Ramës nuk i përmbushi për vite me radhë detyrimet e Shqipërisë ndaj NATO-s, sepse për vite me radhë në opozitë, Edi Rama udhëhoqi protesta kundër antarësimit të Shqipërisë në NATO. Prandaj si forca politike që bëri të mundur antarësimin e Shqipërisë në Aleancën e Atlantikut, Partia Demokratike nuk pranon leksione nga askush për marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për përkushtimin ndaj NATO-s. Pikërisht sepse këto marrëdhënie janë jetike për sigurinë kombëtare, ne nuk do të pranonim kurrë që marrëveshja më e rëndësishme e viteve të fundit me Shtetet e Bashkuara në fushën e mbrojtjes të miratohet në shkelje të kushtetutës së Republikës së Shqipërisë.